ti dost. Hajde mo, që ti veç tërt mërë për sa vajtë më selën. Kap ti çka ban. S'ta ka mund faj pse ti i të agjeru edhe unë me punu dhe për ti. Po Enis, palem dhe vla ratë punoj. Se jam të punu njëse, si qera ditë edhe sot, edhe pse jam me Ramazan, s'ka lidhe. A, ti mu të më kazu se që shi të punu, se së nuk e di se qysh punon ti kështu kur nuk agjeron, e qysh e të punu kur agjeron. Po Enis. Dhe një të filma ti mos ma lujt gjinajnë këtu ti muhe. Po Enis. Ato, ka me lërve që gjitha që pikurat ma zonë uvën, bon ki qezja të mi zonë kom këto. A ved, unë edhe ke kam sejtë që agjeroj, avla. Leje vratë, shire punë. Nëse mund që një mund një mam, ja. O, dhëmë punën teme se jam të po, ti me një mund, ti punën tonë, unë jam të punu dhe për ti, o dost. Mos ma prish, mos ma lujt këtu. Bëdha njëri. Enis, shkova në ta fali drekën, sosi Shakirë në vend. Fali drekën? Kape mëre përna? Kape se që të ma ki prun punën pasha një zot. O Enis, unë e kam të liu me pi shefit ta fali drekën. O vla, në Arabi shka falu. Këto kjarë në punë, njësojnë, siguron në sigur ti. A more vesh, për sa të pagu është ti qash pagu në dhone. Më falë të shpia se në Arabi shko. O Enis. Edhe, shka Enis? Gajve, dojtë shko dullën. Ki frika Allahit, se vëllaj është problem. Mos ma luj more hoxhën, kape, qaja të pja të pikurik pipin sa vajtë mos e veç ati. Hec. Hajde Arton, qysh jetë? Shmë shkom puna poshtë? Puna mirë dhe shef, po nashta së më takon muhe, po erdha se po bun do padrejtësi, këgjet moja këtu në firmën tonë. Qysh be? Qysh padrejtësi? Në firmë teme padrejtësi? A e ti që ka i të folë ajo, o ti djallë? Nuk është që është një padrejtësi pe jonës tonë, po pe jonës punëtorëve. Qëfar problemi dhe? Hajtë ka zonë, qëfar problemi? Kush ka problem? Po, dulla është agjerushëm. E nisi jo, e shumë be maltreton jolin. Jo, ty pa të zë gjumin punë, jo ti s'po punon, shumë tepër. E nisi? Qysh be e nisi, mos me ta morë me një. Po e nisi mire be e qonë me dullën, plus dulla, kër është agjerushëm është shumë i qetë, ma i vyshëm është për punë, bile më është ma sabërli se ne. E punën bashkë qysh duhet. E nisi që e ka gjetë me bëha i gare me ta. Për që ta unë e vendosa me orë të. Se unë mas pokti, njerë jam që mas pokti më shkon në me nërë me bo në i shpion latë. Se na edhe familjaresht nuk na i borë të sene me bo, po në fakt kjo nuk është me shpionu, po kjo është pa drejtësi. Mirë, a çdo ditë për jaban të shtoa? Për çdo ditë, ola. Bile, edhe se dia i ke dhon leje ti për me fol namaz. Aty. A i thot nëse do më fol, shko në Arabi falo. Po marrë qysh jo. E ka të lejume jo veçaj. Po çdo kush do me bo namaz, e ka të lejume me bo namaz. Kur kujna se ku më dalu në o vla. Me po ti para me do është ti më fol, djole i nuk e la. I thoj ke shkot, nesh më fol, nesh më shku në Arabi. Pa, ku bre. Pa i kana fshi ketë ka menja me njësi. Mas pakti që e kumë prit pja ti be unë e këto. Që shef ti vazhdoj për cjellë dhe këshyre në kamera, ka pak se valloj gjëna dulla. Nga Arton, ti hec, shko, lema mu këtë punë, unë kam e të për cilë statën, veç ti mos maj anë, as ka e nisi asaj. Unë e këshiri kush të kush o fajt, qka problemi këtu, se sa të mu besu kjo punë këtu shatë ndu. U bu shef. Ani, mirë që erët që më kalzove.
Enis, Godullo, fal. mos me nëse tut na more vesh, se sot unë e folë që t'ju bashkë kishe se si të mni. Po be, o Enis. Po unë nuk thashë valla a tutna apo nuk tutna. Ramazan valla shasha dhe ja këmë dhënë bejsën Allah që s'ka më nërvëzu, ka me që mas mirë të Ramazanin. O vlla, ti mas mirë ti në shpitone qoj, a more vesh, te punët është më koni barabartë me muë. Se kam jetën e përnoj për tive vlla. Ta ti se nuk darin punë të mira, a more vesh. Po anë i ben një sani që për nesët ka me punu ma shumë. O shoq, ti pasqare ki me punue. Nuk i ki për mu me punu, për vete ki me punue. Unë nuk du me punu për ty për këtë. Se me punën tonë jem të bo. A u kuptu? Anë i ben një sani. A u mërën vesh? U bo. Hajde. Anë. O Allah, pash madhërin tane, pash etrin në trup që e kam. Dorë tane loj këtë punë të jedi mas miri, sa të më hipin në qafë për këtë. Arton, s'to mundin edhe me... Jeni be vetë, be. Kolicën be ma! A be... Kolicën me pikurjem të tapit, o du! Qëka i të fletve, qëka të ka zonë zhumi, o vla! Po sa të fletve vla... Pse me më shonë... Mas të ravije. Pse me më shonë këtë të flet, pse më shonë këtë të flet, ama? Po vla, sa të fletve vla, pram, pim mas të ravis, kun flet që t'je ma i këthjert sot, be. A, ti ma i këthjert, ti para Ramazan kur je, si bresh, këshona një me Ramazan, se nuk njënë ti. Po Enis, ma valla më së gjëna me gjerimin tem. Po vla, ngoj e nisi, ngoj vlavin. Shkora se krinë që ishan pi uj, edhe ratosh, edhe na jena marat, si kolege edhe ti marat je. Le se ke gjumi të shku? Qëto bebe ma odu? Qëto bebe ma odu, la? Ama, vespa, më si të ma bo për i nati? Jo, be vla. A kina i natë me mu? Po jo, be Enis, fari natë. Fjellë be vla pak? Shire, po nëjna dhe këtë gjyve s'tojle. O, në punë ke këtë edhe ndore ma, pse e zhe kolicën? Habar, Što do si sot e nisi me duhe? Shpedi valla veç, dije se edhe unë jem agjerushëm. Veç ka me ma ik, të rëmunin e kom ja thyna i letëve ka shpina. Pse ba, la të rënu me fjale? O edhe mazi bile. Qysh mazive? Qysh mazi? Veç mazi jo t'ja bo. E di shka? Hajtë firma ti mu duhe që tu të shpejtet vire pak. Ani u bo shef. Hajtë, Me njerë, hajtë. firma këtu pak të shohë në shau problemi. Në shkam të marë. Profilin ka. Profilin nërgej vjetë. Profilin be, o të lo. Profilin, o më, nuk është aja është që të stenë, o që profilin be të një? Profilin e matë, profilin e ka? Duj. A pret njëtin venin e... Ku ta qeve vla me? A se po thirin shefat pak, din zyre. Mua? Po, hajtë. Jo me mu më thiri. Unë e kam e vrinë dupe. Po ty t'irë, hec pa këtoj për në shpemu. Hajtë, du më së vana. Bile, e di se, ma shumë kam e punu, ma di se vetja. Hec pa këtoj. Allah i hajri ka vashtë.
O, hajde. Po shumë më kështë thirë? Po të thirave du, qyshje, a je mirë? Mirë, alhamdulillah, ka da shpja Allahit mirë. Na që kemi? Mirë është. Shyk, Kale. shyk. Ka e shku, që është? Qysh më kaloni? Me atë i nisi se mora veç shka problem. O shef, o. Dukë më bëllë për e shka, po. Dënere e ka e lejtë që ashtu, shka ti baj? Ani, po, bravo, ani mirë. Bano qështu, sa bëlli, mos e merë shumë afër zemrës. E nisi bana i gare dhe njerë, mos e merë qatë shumë të madhe. Po jo dhe shef, nëse ka mundësive ti thuj për mos më përzijet për qështën e namazit. Malon namazin, jo s'ki me shku, jo këti shka, i të vlon vetë, punë. Mirë me du, ku sho shef të kalzohë? Une kur ta kum leju, une ty mu falen, kush gëzon ti me të nërë kalzohë? Po dhe shef, e nisi bën problem se edhe që këtë Ramazan, ka shpina të maqu. Shka u bove ki, qka ra kështu? Shka e gjetë me ketë? A be shkërë shka puna? A be ra njeri, o ti? Mërë sa të livritën? O Allah, lecoja dhimtat dhe inshallah se jam unë shkaktari që ndodhi kjo, se më dhimët edhe i ka fëmi. Bismillahirrahmanirrahim. Në këtë shfaqje pam që përbëhej prej dy kolegëve të cilët kishin pikpamje të ndryshme. Njëri ishte prej njerëzve të devotshëm, i cili e mbante fen, falte namazin, agjeronte, po ashtu ishte edhe njëri i drejt në punën e tij. Ndërsa tjetri ishte koleg i cili nuk agjeronte, nuk falte namaz, por përkundrazi këtyre dy gjërave, ai ishte edhe njeri i cili i bënte padrejtësi dhe e paragjykante kolegun e tij. Sipas këndvështrimit islam, të gjithë njerëzit kanë të drejtë të mendojnë ndryshe, por gjithmonë duke mos ju hi në hak tjetret dhe duke mos i bërë padrejtësi dhe duke mos e paragjykuar tjetren. Padrejtësia dhe paragjykimi janë dy elemente të cilat nuk na sjellin të mira dhe gjithmonë do të ketë një fund të keq siç ishte rasti më herët. Padrejtësia dhe paragjykimi janë vese të njerëzve të ligë dhe njerëzve të cilët nuk ua dëshirojnë të mirën të tjerëve. Allah Gjeleshanuhu në disa ajete kuranore foli për padrejtësinë dhe foli për ata njerëz të cilët paragjykojnë. Allah Gjeleshanuhu në surën Huxhurat thotë: O ju që besoni, mos e përbuzni njëri tjetrin, a është mëkat që ta përbuzin vëllahun tuaj, nëse e bëni këtë, me të vërtet keni bërë padrejtësi. Pra, Allah Gjeleshanuhu në këtë ajet kuranor na tregon se si duhet të jemi ne si besimtar dhe duhet të mos jemi paragjykues dhe të mos i bëjmë padrejtësi tjetrit, po ashtu dhe mos ta përbuzim njëri tjetrin, e sidomos vëllahun tonë në fe. Padyshim që padrejtësia do të pësojë dënim të madh në ditën e gjykimit. Padrejtësia, thamë më herët, do të ketë dënim të madh në ditën e gjykimit, por do të ketë errësirë. Këtë më së miri na ka mësuar dhe pejgamberi ynë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ku në një hadith thotë: kujdes ndaj padrejtësisë, për shkak se padrejtësia do të jetë errësirë në ditën e gjykimit. Në të kundërtën, atyre njerëzve të cilët u bëhet padrejtësi dhe janë të paragjykuar, padyshim që ata njerëz janë prej njerëzve të devotshëm dhe nëse ata durojnë dhe kanë shpresë në shpërblimin e Allahut, padyshim që ata do të shpërblehen dhe do të jenë tek Allahu si njerëz të durueshëm. Siç ishte me rastin e kolegut i cili agjeronte, ai gjithmonë i dorëzonte çdo çështje Allahut, po ashtu nuk u lut asnjëherë kundër kolegut të tij, por gjithmonë lutej për të mirën e tij. Dhe si përfundim, ne të gjithë jemi përgjegjës për çdo veprim tonin që bëjmë në jetën tona. Dhe padyshim që ne duhet të jemi për njerëzve të drejtë dhe njerëzve të cilët nuk paragjykojnë dhe ja dëshirojnë të mirën njëri tjetrit, siç ka thënë edhe pejgamberi alayhis salam në një hadith,
nuk ka besuar drejt ai cili nëse nuk ja dëshiron për vëllahun e tij atë të cilën e dëshiron për vete. Dhe secili jemi përgjegjës për çdo veprim që bëjmë dhe çdo veprim që e prekum në moralin e tij ose në fenë e tij tjetrën. Gjithmonë duhet të jemi njerëz të devotshëm dhe njerëz të drejtë dhe të gjykojmë me drejtësi. Asalamu alaikum.